Dhe ja ku më rritëm shpejt në gjysmë finalen e madhe. Njëjtë e pazakont kjo për gjithë ata që e ndjekin me shumë kërshëri Vision Plus, ku do duhet gozhdohen përpara ekranit, sepse sot në orën 21:00 në drejtimin e Arbana Osmanit, por dhe në shoqërinë e tre opinionistëve, do siguroheni të merrni një shije shumë të mirë të asaj që Ferma VIP ka ndërtuar në këtë edicion të tretë. Dhe përpara se të mbërri ora 21, është ora 12:23 dhe ne këtu në Mesdrit do bëjmë një panel për diskutuar sigurisht emrat e mundshëm si finalist në mbrëmjen e sotme dhe çdo surprizë që pritet të ndodhë. Me ne, përmes një lidhje të drejtë për drejtë, do kemi një nga tre opinionistët, shumë i diskutuar, shumë i përfolur për çastit e tij, i cili urojmë shumë na jap edhe të na zbulojë ndonjë gjë. Malama që do jetë në një lidhje të drejtë për drejtë, gjithashtu mirë se vini, i themi dhe Klodilda Harkës gazetare dhe Krenar Ahmetit, i cili është kushëriri i parë, djali i Xhaxhait, Moza Ahmetit. Mirë se vini. Shumë mersi që kemi sot. Ermanjo, përshëndesim. Përshëndetje, Mr. K. E pas ke hequr atë gjën te koka, se unë mendoj që do e kishe dhe sot. Ishte performancë artistike që mbajta gjithë kohën. Mirë, me sa duket nuk kemi një lidhje të mirë në interneti me Ermalin, e zhvendosim bisedën në studio, pastaj kur regjia na komunikoj, mund të marrim disa informacione, ndoshta edhe nga Ermali. Thuaj ta vej antenën. Ta vendosi, ta vendosi. Por ishte vetëm për performancë. Krenar, edhe pse po flasim për 5 finalistë, ku tashmë ne e kemi nisur numërimin e finalistëve, sërish Ferm vijon edhe jashtë Ferme kur dalin konkurrentët. Ka qenë jo më larg se dje, Klodi dje në këtë studio ka thënë që prap disa fjalë për Mozën. Jo po është piramid që shkërmoqet lehtë, jo po është bloz, fjalë që unë doja ta thoja, por u bë tani. Unë ndoqa. E ndoqe Klodin, po ndërmjet rreshtave ai e ngriti shumë lart Mimozën, ndërmjet rreshtave, por ka një diskordancë me atë që ka thënë më përpara dhe prandaj u detyru të bënte deklaratën tjetër, se mos diskordanca, pastaj me artistët njihen luhatje të tilla të jashtëzakonshme. Domethënë, e pret si tjetër. Po, artistët në përgjithësi, artistët e mëdhenj gjigant kanë mos ju vi keq. E di çfarë do thua? Jo. Sa e di të gjithë çfarë do thua. Jo, kanë një tendencë bipolariteti. Bipolar, do më thënë, në momentet caktuar janë në ekstrem, thuti, këta janë njerëzit më të mrekullueshëm, më të mrekullueshëm botë, pas e kur e shëf, janë në një moment tjetër, motori tyre punon kretë ndryshe, pra sistemet kognitive janë kretë ndryshe, në njësinë e kohës ata procesojnë në një shpejtësi shumë të madhe, dhe pra dhe nga njëherë dhe publiku nuk arrin do të... Ne japim mundësinë dhe hapësirën çdo zëri, sidomos kur delen nga Ferma. Pastaj mendimet janë totalisht personale. Klodilda, krahas Mozës, kush janë 4 finalistët e tjerë? E nisë direkt me finalistët. Sepse zbulohen sonte. Mendoj që Iliri. Vis Pupa. Dhe pastaj jam me Sarës, dhe Romirit ndoshta nuk e di pse Soni Malaj nuk më duket sikur, pavarësisht se e ka ndihmuar shumë. Pra Iliri, tham? Kjo pjesa e Romiri? Iliri. Po. Nuk tash Romiri, e lash Iliri, sigurt Vis Pupa. Romiri Sara ndoshta, mes tyre, them? Zgjidh njëri. Atëherë po zgjedh, jo se po zgjedh, po mendoj që duhet Sara, mendoj që duhet Sara. Bashkë me Mozër u bën 4, duhet dhe 1. Duhet dhe 1. Atëherë ngelet mes Romirit dhe Sonit, nuk e di kush do jetë nga ta. Mes Romirit dhe Sonit. Je në dilemë edhe ti vetë. Mirë, bukur kjo, tregojnë që... Se kuptoj, që nuk e artikulon askush Bujakën. Nuk e da thuaj ti? Po, e harrova Bujakën. Si pas teje, jo, duhet jetë pa tjetër Bujaka. E harrova Bujakën, dhe duhet... Se po e shojmë ka veshur një këmishë shumë të bukur, kam dhe unë një këmishë se ajo. Këtë drejt. E shojmë live. Bujaka do jetë pa tjetër. Por i bukur i tufës jam vetë. Se duhet jetë Bujaka në finale, kredo? Unë e marë personale, dhe unë kam bërë shumë tifozë. Afërsia me Mozën. Pikërisht, pra, në momentet më të vështira, po ta veni të re, Mimoza u prek shumë, dhe aji të paktën, kam idenë që në qenin e ti harroj edhe lojën e të gjitha, të paktën u të regu kavaljer. Tregimi një mashkull në momentet shumë të vështira, kavaljer, dhe më thënë, edhe Moza nuk ja ka lanë mangut, në i farë mënyre, e ka dhe unë, mu do të mishte plëcu gjithë profecia dhe ajo që kam arrit të imaginoj,
që po që e ky finalisti sot, do më thënë, analiza ime ka qenë e sakt dhe kam dëshirën që tjetë atëhere grupi Mozës, se 2 veta ishin Mozë, atë 2 dollën në finale, prandaj. Ka një lloj dashurie platonike mes të dyve? Dashuri loje, dashuri gare, mbështetje. Për dashurin pyte Mozën, kurse unë në planin figurativ edhe atë që shof, ke përshë sepse kam ndjek edhe këtu, kishte një zonjë nderuar, ka fëmijët, po dashuria fëmijëve ndaj Mozës ishte jashtëzakonshme. Ne Ahmetajve nga ka ba me zemrën kaq, edhe unë me këtë kuptime thash, të thash dashuri erotike, dashuri për te lojës, tem se do mbetet... Thuja Mozës se ka problem Moza... Moza e shpigon në formën më të bukur se do t'i ka intervistuar. Artisti pa dashuri ka vdek. Tani, Ermal Mamaj që ne kemi, na konfirmon regjia? Do sigurohemi që të lidhemi sërish për të kuptuar se cila do t'je në fakt edhe emocionet e mbrëmjes. Na ka premtuar që do na tregoj diçka, shpresojmë shumë ta mbaj fjalën, ose të paktën kjo është mënyra jonë për t'i vjedhur ndonjë informacion për sonte mbrëmje. Klodita, duke parë gjithçka që ka ndodhur deri më tani, dhe nëse referojmë ngjarjeve të fundit, kthimi i ish fermerëve në ferm, afërsia e Adit me Mozën, apo dhe e kujdo e Ervinit me Ilirin. Çfarë po na tregonte dje? Nuk e di nëse e ke ndjekur, ka qenë një surprizë shumë e bukur. Kam parë disa momente në rrjetet sociale, për Mozën ishte një, si thua edhe forcë, po edhe çakordim paksa, sepse Moza e ka shprehur edhe për Radionin që kishte një lloj afeksioni poetiko filozofik, apo jo? Po, një lloj dasharie ato. Ai mendoj që e ndihmoi Mozën hyrja e tij, sepse kishte nevojë në këtë moment. Pse nuk bëni ditë një emision për dashuri? Unë jam psikolog edhe në planin psikosociologjik. Sa po të mbyllim fermën se kemi ta bëjmë stratifikimin se çfarë do të thotë dashuri. Ose nëse ata duan ta ndjekin një leksion perfekt, është Paul Bloom. Në YouTube është një ndër profesorët ku desha me dal. As i Klotildës, as i publikut, po Moza nga një herë stratifikimi dashurisë, një minutë. Është mjeshtre e fjalës, nga një herë, e ka të qëllim që do jam i sigur për të, për shkak të zyrtarisë që ajo ka, përdor disa etiketime si i puthshëm, i dashurueshëm, i ngrëndshëm. Pra janë disa fjalë që nuk lidhen me atë dashurinë shoqërore. Na infrashri na infrashri me një poezi alegorin ngriti një popull, edhe sot jemi shtet. Mjeshtria Mozës. Pra, ke parasysh Manushaqe bukuroshe. Manushaqe bukuroshe. Afërsia Adit me Mozën? Poezia. Adi, tani unë... Si du duk ty, që i ke parë gjërat nga jashtë? Adit, Ahmetajt, atë fjalë që ja ka thënë motrës tonë, vajzës tonë, është e papranueshme. Është rreptësisht e papranueshme. Po tani Moza i zgjidh vetë problemet e veta. Dhe në fundit ajo duhet vendosë. Por dy fjalët, domethënë, fjalën serbisht edhe shkin është e papranueshme, sepse ne jemi 100% shqiptar. Pra dhe publiku do t'a di 100% shqiptar. Krenar, na lejo të zarojmë pak edhe pyetje që kemi për Ermalin, sepse ne do kemi më shumë kohë televizive, dhe Ermali e dim që sot po punon fort edhe po bëhet gati për spektaklin e darkës, kështu që i marrim disa informacione. Ermal, çfarë pritet të ndodhë sonte? Tani ndonjë ekskluzive na jep? Po, sot është një natë me emocione, edhe po të gjohë në ty? Gjohesh. Oke, super. Sot është një natë me emocione dhe me të vërtet vjen keq që dy nga ata të dalin e i takuan partije, edhe ndi një lloj të thuash frike, por edhe keqardhje e madhe që dy nga ata do dalin sot. Sigurisht unë kam ato dyshimet e mia, nuk duhet t'i ndaj sot tani sepse mund të ndikoj në publik. A mund të rri? Por që ajo që di është që pritet një natë shumë interesante dhe për të vjuar më pas me fermës, përse e dini këtë.
Ermal, duke qenë se kohën e kemi të kufizuar edhe internetin jo të mirë. Nuk janë planetet në favorin ton as pak me sa duket sot, se jemi dhe emision që kemi horoskopin bazë fort. Kam një pyetje për ty, nisur dhe nga profili yt. Çfarë do i sugjeroje ti fituesit të bënte me 200.000 euro? Po, ka shumë mënyra për t'i shpenzuar 200.000 euro, po si fillim, do t'i sugjeroja që të merrni një psikolog të mirë dhe të rehabilitoheshin. E bëm edhe këtu se me aq lekë edhe e bën. Çfarë tjetër? Ormal, e ke psikologun klinicist këtu në studio, do fillojmë me ty në fillim. Kemi krenarin që është Kushëriri Mozametit. Një fenomen. Ndjek edhe kam parë dhe këto kohë të fundit komandantin që është përfshirë në shumë hapësira. Dhe duke njohur Mozën, duke njohur dhe krenarin, patjetër që jo kushëri, po këta duhet ishin motre e vlla, se janë të dy sot. Psikologu një, me lekët që mbeten nga 200.000 euro që të bëjë, se kemi falas. Jo, falas jo. Mirë. Është ekonomi të rregull. Çfarë tjetër të sugjeroje? Trajnimet e Ermal Mamaqit? Trajnimet e Ermal Mamaqit. Edhe trajnimet ne po i marrim mirëqenia falas apo jo Ermal? Po falas besoj. Ato, sigurisht ata i kam miqë dhe i me pres të vinë falas, por mendoj që 200.000 euro mund të fillosh një biznes të mirë që të gjesh një dhimbje për të zgjidhur edhe pastaj të ndihmosh njerëzit për ta zgjidhur të dhimbje. Qartë, mirë. Me qënë se shkuam tek sugjerimet, është pjesa asaj çfarë Ermal Mamaqi është dhe trajton dhe në trajnimet e veta, më lejo të bëj një pyetje më personale. Ermal Mamaqi, si opinionist, sa është paguar në këtë sezon televiziv? Ti mendon se unë jam aq budalla? Nuk e pres të thuash, po pres të më orientosh. Shiko, jam paguar, po ta them, më shumë se që meritoj. Më shumë se që ti e meriton, shumë e bukur kjo. Jam shumë i njohës. E di pse pyes Ermal, se do bëm dhe unë sa ti një ditë, dhe ndoshtë për të kuptuar ja vlen bësh opinionist apo jo. Është ekonomi kjo punë. Valla ja vlen. Ja vlen, me ka që lëm. Ure që t'vishë këtë pikë që të të ftojnë. Mirë, Ermal, një koment nga ana jote duke qenë se tashmë e bëm rrugën deri në gjysmë finale, edhe finale e vjen shpejt, për dy bashkëshoqërueset e tua në opinion? Po. Arminën dhe Angel? Po, si fillim, Angeli është e tmerrshme, nuk e kuptoj pse kanë marrë, po na shkatron jetën përveç emisionit. Po Armina si është? Armina është ajo që duhet ta kishte emrin Angel. Jo kjo tjetra. Kanë gatuar emra. Po pse ne na duken të dyja angjëj dhe ndonjëherë ti sikur besoni, Angeli është një njeri që do të më shkatroj mua nga brenda. Por nuk ka këtë dalë. Në fakt, Ermal, në fakt nuk është diçka që publiku, paktën ne e kemi konstatuar, se ka patur raste kur Angel ka folur ti ke rrotulluar syt, kur ti ke folur Angel ka rrotulluar syt. A ka diçka që ne nuk e dim? Ka ndonjë tension ndoshta pas kamerave ndonjëherë? Shiko, është një lojë që bëjmë neve bashkë, domethënë që sikur ngacmohemi, sikur vehemi, funksionon, por e vërteta është që her pas here kur temat të ndryshme aty janë që të tre opinionistët janë unanim, unë ose Angel ose Armina bëjmë një hap mbrapa dhe mbajmë një test tjetër që të duket një çik mos duket kaq ashiqare gabimi ose ajo që kanë bërë ata aty brenda. Kështu që kjo është një gjë, po nuk është konflikte pas kamerave keni patur ndonjëherë? Se jemi në fund, mund t'i themi. Debate. Debate, po them, pas kamerave keni patur ndonjëherë, më qenë se jemi në fund dhe mund t'i themi. Po, kemi pasur kur Angeli do 47 minuta për të shpjeguar një gjë që mund ta shpjegoj për 3, ose për 1, edhe maro gjithkoha edhe Arbana s'ka kohë për të folë aty, jo moneve. Kështu që tani që në fund, mos vallë ke ndonjë fjalë për t'i thënë edhe Arbana Osmanit? Të drejtën ja kam thënë dhe ajo që i them është uroj që ta vazhdoj këtë, si thua, procesi ka nisur në vizion,
sepse me të vërtet që vlera e saj edhe e Edit sigurisht u duk që në fillim dhe ka qenë një big up për të gjithë ne, për produksionin, për vizionin, prania e tyre, dhe kjo pa nga rezultatet që janë aktualisht në publik. Mund të bëjmë një pyetje? Po, një pyetje secili për Ermalin. E nisim me Karnarin. Nga 1-10, sa ka qenë ndikimi i Mozës në suksesin tuaj? Kjo nuk do shumë mënd, sepse dihet, tashmë që në puntatën e parë, madje jam shumë i lumtur që kam thënë një gjë në puntatën e dytë, kur është hapur puntata e dytë, unë i kam thënë Arbanës, Arbana për mua mbylleni tani këtë edicion, ta fitoj Moza edhe ta hapim javës tjetër që të luajnë këta të tjerët. Besoj të ju përgjigja pyetjes, Krenar. Po, unë të falenderoj për shqyqy që tha, ke përgjë se unë isha, shqyqy që tha ata therin patën e nuk tha ata therin flamingon, se dhe ishte bërë nami. Klotilda. Pyetja ime është nëse do kishte në dorë Ermali në fund fare, fitoren mes Mozës dhe Ilirit. Po do votoje? Akoma s'mund të nuk e bën dot sot Ermali. Se përgjigjet. Po, Iliri është miku im, por me të vërtet dhe ai do donte që ta fitonte Moza, sepse e kanë pyet. Edhe nuk pret, Iliri nuk po pret ta fitoj. Ashtu, ja të shojmë deri në fund. Mirë, edhe një pyetje. Ka shumë mirë fitimtarja ai. Ermali, edhe një pyetje, të lutem, sa mundësi ka që Bujaka dali i pari sot? Për sipas atyre le të themi dinamikave dhe opinionit tim ka shumë mundësi që dali i pari. Mirë, Ermal, një pyetje e fundit, se ne dim shumë mirë që është një ditë shumë e ngarkuar për ju. Gjatë këtij rrugtimi, a ke munguar shumë në familje, çfarë të ka thënë Ami, se kur e nisëm, na tregove diçka. Tani me qenë se jemi drejt fundit? Jo, ja morëm dorën, ane nga mas një muaj ja morëm dorën, që është puna e qumit vetëm, që kështu po jemi në rregull. Jemi në rregull, jemi në paqe. Jemi mirë. Dukesh mirë. Ermal, ne të falenderojmë shumë që gjete kohë për ne. Urojmë shumë që mbrëmja e sotme të duroj vetëm emocione dhe spektakël. Jam i sigurt që e tillë do jetë dhe ashtu do duroj. Bashkë që jemi në after party-n e Fermës, kemi dhe ca pyetje tjera, po s'ti bëjmë në ekran, sepse duam të të kemi dhe njerë tjetër në studio. Po, do pyesim prap edhe për pagën tuaj. Faleminderit shumë Ermal. E shijofshi shumë këtë mbrëmje, ndërkohë që ne publikut i themi që do të jemi bashkë edhe në minutat në vijim, me njerë pas publicitetit mos u largone.